Kisjani që të hedh knockout Ardit Murjen. Ose në të kundërt do të kemi dy duele shumë të forta. Sot ka ardhur për të luftuar. Realisht ka qenë shumë agresiv. Përsa Ardit Murja sigurisht nështë do t'i mjaftoj menaxhimi i këtij raundi për të marrë fitoren. Do t'ishte 13 në karrierën e tij. Po e ndëshkon keqazi. Po e fiton edhe këtë raund fundit, pavarësisht se çfarë ka regjistruar. Është rrëzuar sërish kundërtari i tij. E pam që ishte tet entuziast për atë çka duroi sportisti i tij. Mbyllet këtu Ardit Murja dhe Edgari Sarkisiani. Ardit Murja! Konfirmohet ajo çka deklaruam, fluturuesi regjistron fitoren e 13 boksi profesionist, duke arritur të mposhtë Edgari Sarkisiani. Një fitore që sigurisht ishte shumë e luftuar.